Mirëmbrëma e mirë se vini në War Report. Kanë qenë orë intensive sa i përket diplomacisë ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës në Europën lindore mes Ukrainës e Rusisë. Nuk është zbuluar shumë nga takimi i mbrëmshëm, përveç faktit më kryesor. Rusia nuk është gati për paqe, pavarësisht dorëzimit të një plani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në reagime të cilat kanë ardhur në mënyrë kronologjike, Moska tha se kërkesat e tyre nuk përmbusheshin. Do të shohim mbrëmjen e sotme në War Report gjithçka që ka ndodhur në aspektin diplomatik, duke përfshirë deklaratat më të rëndësishme, por gjithashtu edhe atë që ishte një tjetër dështim, duhet thënë, për ekipin e Donald Trump, ndonse Washingtoni zyrtar thotë se të gjitha këto janë hapa dhe procese të cilat duhet ndjekur për të arritur më pranë palëve. Megjithatë, Marco Rubio deklaroi ditën e sotme sërish se kjo nuk është një luftë e Shteteve të Bashkuara, por e Europës, e si luftë e tillë Europa duhet të jetë ajo që të flasë me Rusinë, por mbi të gjitha fundi i konfliktit mund të vijë vetëm përmes vullnetit të palëve. Për të ndalur në reagimet të cilat vinë në një rend kronologjik ishte Yuri Ushakov pas një takimi 5 orësh që u mbajt në Kremlin mes Steve Witkoff, Jared Kushner, por edhe ekipit të presidentit rus Vladimir Putin, doli pari dhe foli duke thënë se nuk kishin arritur kompromis për shkak sepse nuk trajtoheshin çështjet kryesore për Rusinë, duke përfshirë këtu çështjet territoriale, ndaljen e luftës në vijat e frontit, cilën Rusia nuk e pranon si opsion duke kërkuar marrjen totale të Donbasit e përdyuar më pas tek pretendimet e Ukrainës për të anëtarësuar në NATO tek reduktimi i trupave ushtarak. Europa kërkon 800.000 ushtar. Shtetet e Bashkuara në planin e tyre parashikonin 600.000, ndërkohë që aktualisht Ukraina ka 900.000 ushtarë, cilët janë aktiv në frontin e betejës. Ishte kjo deklarata e Yuri Ushakov, e cila dha këmbanën për gjithë botën se ky plan nuk kishte funksionuar dhe se së shpejti nuk do të kemi Ukrainën e Rusinë që ulen në tryezën e negociatave me të njëjtin synim për t'i dhënë fund luftës. Nga amerikanët nuk ka pasur shumë deklarata. Ekipi i cili udhtoi drejt Moskës ka qenë ditën e sotme i angazhuar për të folur me palën ukrainase. Megjithatë, Kremlini reagoi duke thënë se ishte një gënjeshtër se ata kishin hedhur poshtë planin e paqes propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Ishte pikërisht zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, i cili bëri një deklaratë të tillë, ndërkohë që tha se dje ishte hera e parë që u zhvillua një shkëmbim i drejt për drejt mendimesh. Diçka u pranua, diçka u shënua si e papranueshme. Ky është një proces normal dhe është një kërkim për kompromis, deklaroi ai, duke hedhur poshtë faktin se të gjitha këto negociata ishin një dështim. Megjithatë, kjo ka qenë një strategji e qartë e Moskës, e cila ka reaguar se e interesuar për paqen deri në momentin kur është dashur që të ballafaqohet me një plan konkret e më pas ta refuzoi atë siç ka bërë edhe në të shkuarën. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Ukrainës ka folur ditën e sotme në telefon me Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump nga Ukraina, sa i përket tyre thonë se negociatat e mbajtura ditën e djeshme në Moskë sipas amerikanëve kanë qenë pozitive. Megjithatë, nuk ka një reagim të drejtë për drejtë që ka ardhur deri tani nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili duhet thënë se me shumë gjas ka marrë një virus në formë ironie në shtëpinë e bardhë pasi u pa i përgjumur, njësoj si paraardhësi i tij Joe Biden në mbledhjen e kabinetit e cila u mbajt ditën e djeshme dhe sigurisht përgjumja e tij ishte kryefjalë në mediat ndërkombëtare. Por folja i cili është kreu i diplomacisë amerikane, Marco Rubio, në një intervistë të mbajtur për Fox News, ka deklaruar, siç theksova në nisjet të programit, se kjo është një luftë ku e vetmja mënyrë se si mund të jepet fund është që palët të tregojnë vullnet për të ndalur gjakderdhjen. Marco Rubio kritikoi Europën duke thënë se ata janë fqinjët e Rusisë e nuk mund të ketë fund të një konflikti në Europën lindore, për aq kohë sa Europa nuk angazhohet në dialog konstruktiv me Rusinë për t'i dhënë një zgjidhje kësaj krize, ndërkohë që këto deklaratat Marco Rubios u bën edhe një ditë më parë teksa bisedimet po vjonin në Kremlin me Rubin, i cili deklaroi se lufta që po mbahet në Ukrainë nuk është një luftë që i përket Amerikës, por mbar Europës. Ndërkohë, sot skena diplomatike ka qenë tejet e angazhuar për të shkuar tashmë drejt Brukselit. Një mbledhje e ministerialit të jashtëm të NATO-s për të diskutuar gjithçka që po ndodh me aleancën, kërcënimet hibride të Rusisë, një kërcënim të Vladimir Putin, por në thelb tema kryesore mbeti mbështetja për Ukrainën. Fal një programi të quajtur pikërisht lista e kërkesave të prioriteteve për Ukrainën, ku parashikohet që vendet e NATO-s të derdhin paratë e tyre për të bler armë që i duhen Kievit nga Amerika, ku Donald Trump e shef gjithin këtë proces si një biznes që nuk dëmton palën amerikane. Më shumë se 1 miliard euro janë mbledhur ditën e sotme në disa plane të ndara, ku ka pasur disa grupe vendesh të cilat janë bërë bashkë. Norvegjia, Gjermania dhe Polonia do të japin së bashku $500 milion apo rreth 370 milion
pound për blerë materiale mbrojtëse për Ukrainën dhe sistemet mbrojtjes raketore. Norvegjia, Gjermania dhe Holanda, një tjetër grup ky, do t'japin së bashku një paket tjetër për 500 milion dollarësh me të njëjtin qëllim, sisteme mbrojtje dhe gjithashtu edhe sisteme që mund të shkatrojnë raketat e Rusisë. Në përgjithësi Norvegjia ka premtuar 500 milion dollar, ndërsa Gjermania do t'jap 200 milion dollar dhe Holanda ka caktuar 250 milion dollar të tjera. Kanada ka premtuar vetëm edhe 200 milion dollar pikërisht për sistemet e mbrojtjes dhe sistemet sulmuese, ndërsa në një tjetër grup Kanada dhe Mbretëria e Bashkuar do t'japin përkatësisht 35 milion dollar dhe 10 milion dollar të tjera për ndihmat praktike humanitare, por edhe për modernizimin e spitaleve apo fushës së luftës në mënyrë që Ukraina të mos ketë humbje masive sa i përket ushtarëve të lënduar, të cilët në frontin e betejës nuk kanë mundësi të mëdha manovrimi. Ndërkohë, skena diplomatike ka qenë ngjeshur, siç e thash edhe pak më parë, në Bruksel. Bashkimi Evropian njoftoi se Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian kanë qenë dakord në një plan të përbashkët, i cili do të jetë një plan i përkohshëm që deri në vitin 2027 të japë fund për gjithnjë varësisë nga energjetika ruse, duke përfshirë këtu gazin, por edhe naftën, pas presionit amerikan bërë nga Donald Trump se ishte vetë Europa që po furnizonte makinerinë e luftës ruse. Kjo grafik e sjell nga BBC tregon të gjitha shpenzimet globale sa i përket blerjes karburantit, gazit dhe gazit lëngshëm nga Rusia, e cila nga i mbar bota arrin në 939 miliard dollar. Ndërkohë në ngjyrën blu shohim të gjithë ndihmën që e mbar bota ka dhënë për Ukrainën, e cila është në vlerën e 309 miliard dollarëve, duke treguar kështu një diferencë endek që tregon se Europa po investon për të dyja palët, duke e bërë këtë në mënyra të ndryshme. Nga Ukraina me ndihmat ushtarake dhe financiare, nga Rusia duke bërë biznes me të e duke blerë naftën e saj. Për të ndalur tek vendet e NATO-s, ata kanë shpenzuar 335 miliard dollar për blerjen e naftës dhe gazit rus, ndërkohë që janë shpenzuar 236 miliard dollar për të ndihmuar Ukrainën. Për të vjuar më pas me shtetet sanksionuese, 253 miliard kanë blerë naftë dhe gaz nga Rusia dhe 239 miliard dollar është ndihma e dhënë për Ukrainën. Sa i përket Bashkimit Evropian, 73 miliard ndihma ushtarake për Ukrainën e konfirmuar për të paketave të cilat janë ende në pritje dhe pritet që të lirohen fondet për blerë armatime të reja, ndërkohë që shpenzimet që kanë bërë për blerë naftën ruse kanë qenë 233 miliard dollar. Një hendek ky i cili tregon edhe diferencat dhe pohon fjalimin e Donald Trump se është Europa që përfurnizon makinerinë e luftës ruse. Nafta dhe gazi përbëjnë pothuajse 1/3 e të ardhurave shtetërore të Rusisë dhe më shumë se 60% të eksporteve të saj. Shohim terrenin për të folur për Pokrovskin. Ukraina pretendon se kontrollon ende territoret Pokrovskit në qytetin cilin rusët pretenduan një ditë më parë se e morën dhe se kanë ngritur flamurinë e tyre. Atje Kievi zyrtar thotë se ata ruajnë disa pjesë në verilindje të qytetit. Ndërkohë një raport të Institutit për Studimet e Luftës dhe gjithashtu edhe BBC-s ka treguar se 100% e Pokrovskit nuk është ende në duart e Rusisë, megjithatë nuk mund të mohohet pretendimi i bërë nga Moska se ata kanë marrë pjesën më të madhe të qytetit. Në analizën e bërë prej tyre thuhet se Vladimir Putin zgjodhi pikërisht ditën e djeshme për të negociuar këtë hap kaq të rëndësishëm me synimin kryesor për të ndikuar bisedimet që do të mbaheshin pikërisht në Moskë, duke kërkuar kështu që pala amerikane të bëjë lëshime të cilat do të ishin të rëndësishme apo edhe të qëndësishme për kërkesat kryesore të Moskës. Kievi zyrtar ka vijuar bombardimet në frontin e betejës, duke prekur kështu jo vetëm Rusin, por edhe vendet europiane. Ky shpërthim që shihni aktualisht ka prekur tubacionin e naftës Druzhba në rajonin Tambov të Rusisë qendrore, një tubacion ky i cili shërben për të furnizuar me gaz Hungarinë dhe Slovakinë, të cilat e kanë një tike gazin nga Rusia, si përdoret për ngrohje, por gjithashtu edhe për elemente të tjerë të cilat janë të rëndësishëm në botën europiane. Ishte ky një briefing i thjesht i gjithçkaje që po ndodh aktualisht me lajmet kryesore të ditës. Do të ndalemi në një analizë më të gjerë se pse dështoi plani i propozuar nga amerikanët e ndërmjetësuar nga Europa apo tërhiqjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga zgjidhja e këtij konflikti, por mbi të gjitha apo tërhiqet Washingtoni nga mbrojtja e Europës përballë një kërcënimi të fortë që vjen nga Vladimir Putin. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas siglës.